kisha kërku, personalisht, si kryetar komunë, që më dalë edhe me inspektu produktet që kontrata publike që në nëshunë qeveria Kosovës i furnizon institucionet parashkollore edhe qerdhet. Nuk ka kvalitet të furnizimit. Nuk ka kvalitet. Janë Çka produkte saks për menim tem. Kallëzoma ma detajshëm. Që po ta kallëzoj kështu konkretisht. Çka ka problem? Jem hyrë në kuzhinë e kam marrë qesën ku ose paketimin e rizit. Nuk kam pa as prodhues, as afat, as emërtim. Vesh një qese me riz. Kime pas mundësi me pilotu mësimin gjithë ditor në Istog, apo nuk e ke plan fare? Vetë me në sfidë që përshohë, ne kom të folë edhe në debat kërë me konë me kandidat, që përshohë të mësimit tërë ditor është pjesa e oferimit të shujtave për zonësit. E vërtet. Nas kemi ndërmarrit. Kemi ma shumë ko, nëse qaja është sfidë dhe nuk do me dhonë përgjigje ma shumë se që ke dhonë. Po flasë edhe ma shumë, po flasë sa kom folë edhe të pjesa debatit. Po, veç... Kuptim të infrastrukturës nas kemi sfidë. Kuptim të objekteve nuk kemi sfidë. Në kuptim të stafit nuk kemi sfidë. Mirë, a keme provu një dy shkolla apo heq? Ideja është me provu në një shkollë nëse na më rrim me kriju një ndërmarrje publike, kuzhinë, e që ofron qatë ndërmarrje, me certifikum. Qatë ndërmarrje, ke planifiku... Bile shoh problem për te edhe të kisha kërku, personalisht, si kryetar komunë, që më dalë edhe me inspektu produktet që kontrata publike që në nëshunë qeveria Kosovës i furnizon institucionet parashkollore edhe qerdhet. Del shihi vetë, monitoroj, inspektoj. Krejt qerdhet i furnizon me një kontrol? Një kontrol qëndrore është që nënshkruhet edhe për furnizim me ushqim me qerdhe, edhe për furnizim me derivate të komunës, edhe nuk e di për cilat lanë tjera. Është Agjencia Qëndrore e Prokurimit? AQP-ja. E çka ju të thonë për qatë kvalitet? I kom vizitu qerdhe në Istog, aty s'ka kvalitet. S'ka vrejtje? Nuk ka kvalitet të furnizimit. Nuk ka kvalitet. Janë produkte për menim tem. Kallëzoma ma detajshëm. Që po ta kallëzoj kështu konkretisht. Çka ka problem? Jem hyrë në kuzhinë e kam marrë qesën ku ose paketimin e rizit. Nuk kam pa as prodhues, as afat, as emërtim. Vesh një qese me riz. Tash a ka ndodhur erosit, a është vesh një herë? Këtë çështje nuk e di. Ajo na anku susat. Vazhdimisht ankuan për cilësinë e produkteve. Po si shdosh me pranu, me këthy. Nuk është me pranu se ti e ki në para mos. Jo, se ki në para mos që ki me marë pa dhona, kure produkt, ta përmena një rast që mund më konë edhe izolum. Një rast vetëm e përmena. Mirë po, jënë produktet cilat shteti Kosovës nuk duhet me i kontraktu me qminin ma shmirë. Mirë, qaj që i merë i shdosh më anku i lërë. Qështë më anku? Jo me të metë kryetarit komunës. Së mja pranu, pranimi me a këthy. Jo kryetari komunës me gjithë ato. Qka mi o dhonë fëmijë më hongër? Me e këthy edhe me thonë, birma ma të mirë, ta bin, sepse që të kalzo pikam. Birma që është duhet, me afat, bëj ftesë publike, hajde që të kalzo pikam, qerë dhe i stogut, nisë aprej qerë dhe i stogut. E nisim. Nëse pasërtia o nivel, pjesa sanitarisë është nivel, pjesa kuzhinës është nivel. A veç aje të kuptu që kërkush prej menaxhmentit të qerdhës na ka ngrit, po na ngrit kryetari i komunës që ta. Do me thonë, menaxhmentit e qerdhëve në Kosovë nuk na e ka ngrit. Unë jam 99% i sigurt që ka komunikim qerdhe dhe ka ministri për këtë qështje. Jo vesh një Istog, po sigur tonë kanë vrejtë së është i njëti furnizues garant. Kontraktohet një kompani në Prishtinë, aje kontrakton një në kontraktorën Glin, aje kontrakton një në kontraktorën Istog. Mas jemi të full për qerdhe veç para më shku të arsimi, a premton qerdhe treja? Edhe një. Edhe një. A ke pas qerdhe që ke kërku prej qeveris me t'i bo e nuk t'i ka ofru? Kallëzam. Kur kom hy në zyre e kom gjetë një kontrat për një qerdhe në qytet që konë gjysmë e përfundume, edhe që 4 vjetë ka bo Ministri i Arsimit me shput qatë kontrat. Apet unë e kom shput. 4 vjetë. Se e kom thirë operatorën, e kom thonë t'lutna, merre përsi për një humbje se jem ka dojmë me të pa qerdhe. Tash është në SHP Landa, për të njëjtën, edhe im akuzu vazhdimisht prej kandidatit dhe vendosi që s'kem rri me kry. Përkundër që kom pas kërkesa, më na leju me kry me fondet tona. Një qerdhe të reja kom nisë me Ministrinë e Arsimit në Gurakëc, në fshatin tem, më kanë thonë pse në fshatonin, qerdhe në Gurakëc është konë një shtëpi e planëve që është ndërtu. Ata kanë pranua jo? Po e kemi nisë, është të ndërtu ajo. Po me paret ministrisë atua? Të ministrisë. Edhe kontrata është bo prej ministrisë komplet. Tutje, më në menoj që edhe një kërkesë kemi bo për një qerdhe, po i thëmë mobile, ata, Ministria e Arsimit e ka një komponent që shkollat që në gjysmë të zbrazëta, një pjesë të ty ne e këthen në qerdhe e modifikon me do module. A e ka aprovuar? E kemi bo kërkesën, po, e kemi bo kërkesën për fshatin Saradran, se gjysma shkollës nuk është në funksion.